A je komunist? Po të marrë të gjithë, i kam përzgjedhur disa pyetje, kanë ardhur disa pyetje shumë interesante. Unë do të bëj pyetje, kam drejt të bëj. Se thash nuk ka pyetje të shëmtuara, unë kërkoj ndjes, nuk ka asgjë personale. Sigurisht që jo, po nuk arrit ta kuptoj se ç'lidhje kam unë me komunizmin, sepse me thënë drejtë unë kam një lloj ndjesie shumë negative për atë që ka përjetuar Shqipëria para 90-s. Dhe ajo ishte pasojë e një ideologjie, marksizmi-leninizmi, e cila nisi me heqjen e pronës private dhe eliminimin e individualizmit. Unë besoj që unë jam social-demokrat. Dhe unë besoj social-demokrat. Po. Mirë. Okej, thira, pra nuk jam komunist, nuk kam qenë një komunist, kam një lloj neverie për komunizmin, sidomos atë që ka ndodhur në Shqipërisë, jam social-demokrat. Endri, mua më pëlqen që ti ruaj sa gjëra. Japim shkurt përgjigjet. Po, jo, më pëlqen ti ruaj sa gjëra në mënyrë konfidenciale dhe ata që më shkruajnë ja premtoj këtë, që ata të mos njihen mirë, unë kam mbledh disa grup pyetjesh dhe kam bërë në një temë të caktuar. Pra, nuk je komunist, po kërkon plazhe publike falas. Po, e vërtet është. E ke kërkuar? Po. E kërkoj si vendet komuniste si Britania e Madhe apo Amerika, SBA-ja, të cilat i kanë plazhet publike, falas. Tani, nëse Amerika dhe Britania që janë djepi i kapitalizmit, do quhen komuniste sepse kanë plazhet falas, atëherë në rregull, kjo është ideologji komuniste. Çfarë them unë? Kjo është ideologji komuniste. A mbështetesh në Soros? Është dikush pas teje i famshëm i Soros? Tani themi gjën ty. Si pas asaj që na tregoi Spaku, Zamir Mane me një vil blente një ligj. Kishte marrë të marrësh një ligj do thot 71 deputet. Pra me një vil bleu 71 deputet. Tani mua më mbështet Sorosi dhe nuk jam bërë akoma deputet, unë do të isha bërë, do të kisha një 85 deputet sot. Kështu që këto janë teori që njerëzit je përpara, ndoshta mbasi 20 vjetësh mund na dali pasaj që është Sorosi mbrapa. Çfarë bën ti kësaj pyetje, kësaj akuze që mund të bëhet? Nuk është akuzë më, është Jo, nuk është akuzë, po ka njerëz që thonë fakt, e di unë ta them unë, mbrapa ti djali apo mbrapa kësaj skuadre është Sorosi. E kuptoj, por po them që po të kishim Sorosin mbrapa, duke pasur parasysh që Sorosi është miliarder, sot do ishim parlament. Ne jemi futur në 2021 në zgjedhje dhe po them vetëm Zamir Mane mori 71 deputet me i vil. Më kupton? Tani Sorosi do të jetë më i madh se Zamiri, mendoj unë. Kështu që po ta kishim Sorosin nga mbrapa, do t'i kishim dhe ne 71 deputet në parlament. Fakti që si kemi, mendoj që tregon një gjë për këtë pjesë. Në rregull, ky është argumenti.